Qenë sa i ka qenë në Kosovë, presidenti Letonisë, po mendoj edhe ka njohur si figurë, ka qenë mundur tjetë kështu një video call që edhe ai ta shite, ose ata e kanë marrë, kanë paraqitur ndonjë video si presidenti Letonisë edhe ai ka menduar që me të vërtet po bisedon me të? Në aspektin e sigurisë dhe në aspektin kriminalistik, po sa përmendet fjala mashtrim, kjo i tregon gjitha dhe është vula e çdo përgjigje, sepse ata kanë bërë mashtrim, kanë bërë ndoshta edhe prerje, që unë nuk e kam dyshim, i kanë rregulluar gjanat e tyre që tjetë që s'ka e mundur duke pas parasysh inteligjencën artificiale dhe shekullin 21, por në aspektin e sigurisë, që t'jem sa më i thjeshtë qytetari i Republikës Kosovës. Po sa përmendet të fjala mashtrim, ata vetë se kanë mashtruar, sepse qëllimi i tyre ka qenë mashtrimi dhe rregullimi i pinesave për të ardhur deri te ai mashtrimi final, dhe tek pastaj pas një muaji t'ia servojnë publikut, ja me kënd kemi bërë ne prank, ashtu siç kanë bërë prank me shumë lider botnor, që nuk është e pamundur edhe netër të bëjnë ndonjë prank tjetër ose mashtrim në gjuhën shqipe, edhe me kryeministra të tjerë, sepse praktikisht është pothuajse e pamundur t'ju bësh ballë këtyre mashtrimeve, duke pas parasysh që në çfarë gjendje teknologjike, në atë pikun, në atë kulmin e teknologjisë, por mashtrimi në aspektin e sigurisë dhe kriminalistik mbetet gjithmonë mashtrim, dhe pe mashtrimeve ka vetëm të këqija, asgjë të mirë. Zoti Zashef, se zoti Spajuaj, dëgjojmë pak se çfarë ka biseduar